Një zyrtar i lartë rus është gjetur i vdekur në ambientet e ambasadës së Rusisë në Kipro në një ngjarje që ka shkaktuar shqetësim dhe pyetje për mënyrën se si u menaxhua situata. Sipas një burimi policor, autopsia ka përcaktuar se shkaku i vdekjes ishte i panatyrshëm dhe mund të jetë një vetvrasje. Trupi i zyrtarit, i identifikuar si Avpanov, u zbulua brenda zyrës së tij të njëjtën e kaluar. Policia e Kipros u thirr në vendngjarje, por oficerëve nuk ju lejua të hynin brenda kompleksit të ambasadës për të kryer hetimin. Në vend të kësaj, trupi ju dorëzua policisë në oborrin e ambasadës, një situatë që sipas mediave lokale ka ngjallur kritika për transparencën e procedurave. Në një deklaratë të shkurtër, ambasada e Rusisë identifikoi Panovin dhe përshkroi vdekjen e tij si një tragjedi thellësisht personale për familjen dhe të dashurit e tij. Ambasada gjithashtu bëri të ditur se po bashkëpunonte me autoritetet kipriote për të përshpejtuar riaddesimin e trupit të tij në Moskë. Gazeta lokale Fileleftheros raportoi se informacioni i vetëm që ju dha policisë kipriote ishte se shtetasi rus kishte marrë jetën e tij dhe kishte lënë një shënim, por letra nuk ju dorëzua autoriteteve lokale pasi ambasada e kishte dërguar atë në Moskë. Sipas së njëjtës gazetë, autoritetet kipriote u informuan për incidentin me disa orë vonesë. Ministria e Jashtme e Kipros ka deklaruar se po monitoron nga afër situatën dhe çdo zhvillim do të ndiqet me kujdes. Ndërkohë, media dhe opinioni publik kanë shprehur interes për procedurat dhe mënyrën se si u menaxhua ky rast brenda një mjedisi diplomatik ku sovraniteti i ambasadës dhe siguria e personelit të saj kanë përparësi, por që në të njëjtën kohë kërkojnë bashkëpunim të ngushtë me autoritetet lokale. Ngjarja nënvizon tensionet e mundshme që lindin kur incidente serioze ndodhin brenda mjediseve diplomatike, duke bërë që hetimet dhe riaddesimi i viktimave të jenë më të komplikuara se rastet e zakonshme. Ajo gjithashtu e dritë mbi nevojën për një koordinim të qartë midis ambasadave dhe forcave të rendit të vendit pritës për të siguruar që informacioni dhe hetimet të jenë transparente dhe të ndjekin standardet ndërkombëtare. Rasti i Avpanov vazhdon të monitorohet nga autoritetet kipriote dhe nga Ministria e Jashtme ruse, ndërsa publikimi i detajeve shtesë pritet të bëhet sapo të përfundojnë hetimet dhe të konfirmohet mënyra zyrtare e vdekjes së tij.